Dhe ja ku jemi prapë bashkë në pjesën e kuzhinës, aty ku gjithmonë mësojmë receta të shëndetshme. E di që të gjithë i duam buken pogače, por Lena sot ka vendosur buken pogače me kriju të shëndetshme me miell misri. Mirë se erdhe, Len. Mirë se gjeta. Faleminderit shumë që kujdesesh për shëndetin tonë. Kam obligim moral me ta thonë çdo emision, sepse prej që funksionoj me dietat edhe me recetat tua, duke i kthyer në të shëndetshme, edhe ndihem më mirë me energji, po edhe pesh kom humb shumë ma lehtë se sa kur kom tentu hirave të kaluara. Kështu që kjo le të jetë si rrëfimi imi për të ndarë me tjerët edhe shembull. Ka pas shumë sukses. Unë e kom thonë sa herë që s'kohen kesa. Zgjidhje kemi për gjithçka. Najherë aty këtu qinda diçka. Po s'podallohen shumë të vogla. Vogla janë ato nuk çojnë shumë peshë. Unë thash Len që buken e dojmë, do më thaj me ritme bukë, bukë të nxehta janë, do më thaj lezeti i shtëpisë, era e tëne, po ja që kemi kthy buken dhe këtë kënaqësi në një bukë të shëndetshme. Po, të pas parasysh që dëshira ka që mote për buken, atëherë vendosa që qatë pogače me lëngë që ojmë, me bu pogače të shëndetshme. Realisht se kena thonë sa herë që drithi për fibrat që i ka, edhe është shumë rëndësishme, nuk ka gluten, ndikon për shembull tepër mirë, sidomos te sistemi i trat, mielli i drithit përgjithësi, çka do të bëjmë me miell të misrit. Kështu që në këtë rast unë doshta me bëj një recetë shumë shpejt. Fol edhe mielli që është një pjesë e miellit është e kemi thënë anëherë që është më e blume, edhe ky mielli i zakonshme që e përdorim kushte normale, kjo na mundson që një farforme me pasat ndjesinë e bukës pogače, po kjo me të vërtet buhet shumë e sheshme, edhe si e nxehtë, domethënë është komplet si buka pogače, si pogaça që bojmë shtëpi me mielin e bardhë. Po, tregom se kur e përmend e nxehtë, patjetër që duhet me të pyet, nuk e di a është e vërtetë amet, po a është e vërtetë që ushqimet e nxehta, sidomos ato të cilat kanë karbohidrate, shumë mundesh më trash lehtë kur janë të nxehta se sa kur i konsuman të ftohta. Po, shumë e vërtetë. Për shkak që normal që i shtin më shumë në punë luktin se ti hanë sasi më të madhe kur është të nxehtë, sidomos bukën e misrit nuk e merr mjaftueshëm, nuk e tret në enzimat e gojës. Po e dërgon në stomak, më thëmë pa tret mjaftueshëm, kjo i jep më shumë punë, normal që kjo ndikon. Duhet me pas parasysh për shembull që edhe pse mielli i misrit është, domethënë mjaft në krahasim me mielin e bardhë, është shumë më i shëndetshëm, duhet me pas parasysh mos me tepru, për shkak se ka indeks glikemik lart, po në çdo herë them, me zgjedh më mirë bukën integrale ose të misrit për shkak që nuk mund me hungër shumë sasi. Sot do ku do, nashta e në gjendje me hungër një bukë, kështu normale, të bardhë, për shkak që ta lejon mundesh me hungër, ama bukën e misrit është pak problem me hungër deri në qatë sasi. Edhe pse nuk e di Len, mendoj nga përvoja personale që kur han ushqim për shembull bukë të misrit, diqysh mas një ore untohesh. Të lëshan. Nuk të ngjitë. Të pëlqen që ashtu Sarat? Nuk të mund të ngjitë. Të pëlqen që ashtu? Ja, loj, sarë ha diçka me misër, lanë dhe diçka për ma vonë. Jo, nuk bën me hungër mas bukës asnjëherë pa marrë parasysh mas vokteve. Për shembull është si shprehi që mundet me të ndiku me shtu peshë. Mas vokteve ti ke atë ndjesinë që nuk je ngjim mjaftueshëm edhe hanë edhe diçka mbrapa, qoftë një ëmbëlsirë, qoftë një frut. Nuk bën me marr prap karbohidrat për shkak që marrin indeksin insulinën aktive dhe në momentin që ki insulinë aktive në trup normal që kërkesat për ushqim janë më të mëdha dhe më varet se me çka ke hungër bukën e misrit. Nëse ke hungër me një pijat balancuar me këtë vlerat ushqyese, nuk besoj që ka me të lip trupi prap me hungër. Po, për shembull kur e bëj leçenikun me spinaq, të me miell misri, në kohë drekës tani dyqysh mas një 2 ore, mas shumti. Mo e hanë për ato edhe me kosa, diçka, nuk kanë salat. Jo, kur gjo, jo. Nuk e shoqëron me kur gjo, se nëse i merr këtë vlerat ushqyese, nëse herë kemi thonë, për shkak nëse hani hamburger, ty trupi ka me ta lypë tjetër dhe mundesh me hungër tjetër mbis nëse e nal vetëm, për shkak se i kërkon vlerat ushqyese. Kështu që ti nëse han veç ato pitën e misrit me kos nuk i ke marr vlerat ushqyese, normal që trupi ka me kërku prap. Ka me kërku prap ushqim, po prap se prap edhe mielli i misrit është karbohidrat. Edhe prapë se prapë kemi insulinë aktive, edhe kjo është tash. Po ta lo recetën me spjegu që mund ta ndërhyjmë. 2 gota miell misri i standard, miell misri i verë, që kemi edhe i blume normal,
është shumë e thjeshtë edhe shumë e shpejt. Më thënë mujna me bota më të vim për punës, edhe me pas shumë shpejt gati. 2 gota mill misri që është ma i blume. Po. Është i blume njëjtë si milli, është ta mundet me fiksu edhe kamera, është njëjtë i blume si milli i bardh. Ama është mill misri. Është mill misri. Në treg e gjeni mill misri të bluar, mos është ma i blume dhe vreje që është ma konsistent. Një lugë të mesme sot bukës. Okej. Edhe një lugë të mesme krep. Shto ta qesim. Unë e ku marrë kripën e trash. A tretet po? Po, tretet. Edhe shumë e thjeshtë, është një gotë kas. Kosi është ushqimi jam i preferuar në vend. Ja, unë e me kefir e këmë dru. Po, edhe kefiri, po kosi është tjetër nivel. Edhe afërsisht 2 gote ose një gotë qajt vaj ulliri. Gogja vaj. Për herë por Lena për që ka shumë vaj me një rëtësi. Ulliri. E qështu të rike. Që me liru hapsiren, që me po më mirë. Për ndryshe, kjo si buk tani mund të shoqohet me gjella, me tamam është si... Po, edhe i shtojmë ujë val deri sa të buhet. A val? Po, deri sa të buhet trashësia njëjtë si një kek ose një ëmbëlsirë, jo e trash. Do më thënë nuk e ngjeshëm shta. Është një përparësi që kemi në probiotik prej kosit, kemi ndyrnat e shëndetshme dhe të mjaftueshme prej vajit të ullirit, kripen, edhe një bukë e shëndetshme po. Edhe pak, që me pëllu edhe pak. Shumë trikat e mirë i ki për me na vinë më angërsh nesër. Po gaqe, tha, ka me gatu sa dhe gëzu nga këtë ekipi. Po gaqe. Janë se me menua me ble gjizë, me speca, me ble... A me qka me ongë, me kaz, do. Po, janë edhe bukë po gaqe e misrit. Po gaqe. Na shtinin kurth. Thash që çdo sen ka zgjidhje, tash janë si mankoj jo për pizza, për hamburgera, ana i sa. Ja, kemi kalu në nivel. Kena kalu në nivel pak më të nalë. Tash hamburgerat integrale. E po tani koment, një komentuse më ki shkru, ojtë që i kanë me dollë me të vro gastronomëse. Një ka të mësani jashtë. Që di që po të lojnë, po të pështojnë. Jo i sholë. Kanë me dollë me të vro, po faktikisht... Nashta ma mirë është gastronomë me orë me të boftis, mja u bo menyte... Me përmisu cilësin, po, edhe normal që unë në hitë ankuna. Biles na bojnë zgjidhje, me pos më atleti, jo ka. A është milli misri len që duhet ta kemi shpesh në menynë tonë javore? 2 deri në 3 herë njoftë është e preferueshme, edhe për shkak të sidomos të personat që kanë probleme me konstipacion, është shumë e rëndësishme me përdor millin e misrit për shkak që i ndihmon lëvizshmërinë të orrës. E di shumë persona lënë mramje, tash po e kthej edhe kështu në ato traditat edhe rutinat tona shqiptare. Mramjeve shpesh një pjatë për shesh, bukë misri me qumsht. Sa ajo preferohet me nxes më shumë. Po. Kryesisht me nxes preferohet. Se, për shkak që rrit glikemin, apo... Po, ka indeks glikemik lartë, plus qumshti. Po, jo natë, jo mas orës 18 për shembull, ata që kanë hipertension i qesin sasi klorë kripës. Po. Se për shembull, mu pëlqen shumë përsheshi me qumsht. Bile e bëj edhe me këse i shtoj edhe mos. Mos, kështu tamam mos të lopës. Vetë pak me vaj... tepsina, pëse nuk ka mundësi mu ka për shkak që ka mjaftueshëm vaj, po për me na dole dhe ajo është rritha pusht pak më e mirë. Më thënë, kështu është konsistenca. Se ka shumë rëndësi se qysh është. Nëse bujmë atë trosh, në ashtu na troshitet pak më shumë. Nëse bujmë atë hull, ka mundësi mos me na ofri mjaftueshëm. Okej.
Ja prishi dizajnit, se shumë mirë e kënaqë. Spontan. Po. A e ke, po, fura që nga. Edhe mujna mi shtu nëse duhem, susam ose qëfar do fora që na pëlqenë. Kemi fora qia? Susamin. Susamin, e kom hangër. E kena shpëtzu. E kemi kry, po më do Ban, këtë çfarë e susamin. dush, Që po më po do këtë poshtë. Ajo, Jo. s'ka susam. Ka problem, qëfar do fora që pëlqen, po dikujt si pëlqen buka. Pelojnë pa fora, për shkak se fora. nuk e di sigur kamermana ata dojnë me fora, dhe po du me po në gjyrën e bukës të manë qëshor, se fora Po, që ja japin fix. tani në gjyrë të zezë. Kështu që, Tasha, zbukurojnë viç pak me vaj sarand. ej, nuk po me Veç sa besu për sa shumë digar. vaje të i qitë. E unë për shamull vajën e përdori minimalisht. Jo, amo që kjo, te buka, normal që për me marrin dyrnat e shëndetshme, na Bol moj. Unë me dita mu me ta t'i bol, diqka. Nuk po moj me besu. Okej. Furën në sa grade ke lëshullin? 200, për 25-30 minuta veç bëhet. E vrejmë kur bëhet në ngjyra ashtu si e karamelizume. Okej, në ndërkohë Qyshe dhe sa ka? të pjeket buka, kena vendos me fol për një prej pemëve ma të kërkune, të bleme, Aktuale. këtë ditë aktuale, të pakte në shtëpinë time, do me thonë, duhet më kthy edhe një herë prej shtëpis nëse e harroj, që ndodh me harru, mi blej 2 kila mandarina. Nuk e mbyllim ditën pa mandarina. E di që Lena po merr frym thellë kur tham 2 kila mandarina, po shkojnë Len, të vogla. Qa më bojnë? Dyun shumë, për shkak Pse? që kanë edhe sasi të lartë mandarinat të sheqerit, po prapë se prapë çdo sen që është e tepruar edhe pse është të shëndetshme, është shumë. Do më thonë 2 kilogram, është Okej. tepër. Më thonë për ty që i okej edhe me peshë edhe me shëndet nuk i diabet ose diçka, Bon. ke një 5-6 sopa. Pas 6 sopa torti. Ose gjysmë kilo. Ajo Amo 2 vishpillimi. kilogram mandarina është me të vërtet shumë, e sidomos ku e shoh për shembull shumë shpesh që i hajmë dorë, edhe i hajmë dorë po. tepër vonë, Vonë, në urtë e vona, normal nuk është e preferueshme për shkak që e mban indeksin glikemik, ka indeks glikemik më të lartë edhe sidomos ata persona që vujnë për diabetit, ose për shembull persona që kanë probleme me hipertensionin ose kanë problem me çrregullim të insulinës, nuk është e preferueshme me marrë sasi shumë të lartë. Përndryshe, mandarinat janë fruti, do më thanë që është ideal për momentin, për sezonat e ftuhjes, e di që tash kanë ndru kogja shumë temperaturat, edhe normal që nashta në çdo shtëpi e ki njonin prej familjarëve që ka kollë teshme, nëse jo, për shembull për fëmijëve ndëgjojmë edhe në qerë dhe në shkolla që pa ka ndikush i smut është e pamundun, kështu që mandarina është ideal për shkak të sasisë e vitaminës C që përmbajnë. Për shembull i shfrytëzoj edhe për recetat ndryshme, i shfrytëzoj edhe tash i bëj edhe akullore, se di pse po mohen. Diçka ftohtë, totali. Po i ngri mandarinat, po për të ftoftit, të gripet, të ftoja na duhet e nxehta. Edhe në këtë rast unë e kum dashur me demonstru një recetë që ti hanë mandarinat po i gjun lëvoret. Po i gjuh lëvoret. Ani unë pjeva mandarinat lëvoret me rriti. Që ato lëvoret unë pi marrë dhe me bëj një çaj. Një çaj me lëvore. Ose një sirop, do më thanë të shëndetshëm për grep, me ju ndihmu për me të i kalu problemin e ftohjes edhe gripit. Do më thanë, këto bioflavonoidet, sasia vitaminës C që e përmbajnë mandarinat, ndikojnë ti për mirë të kjo periudhë. Në më thanë, lëvorën te e gjunë, që që këtë të shfrytëzojmë. I shtojmë direkt për zirje, kush... Që e mora me qitë lëvorën, harrova që për mërke. Direkt që kjo... Mere, puna morë. E mora zanatin unë. Nëse vetë që, po mënej kanë dureme dhe kanë nerva ashtë, mujnë mi tha, buhet hala ma i mirë qoj, e apet që hala ma të mirë. Muj mi tha lëvoret, me pas hapsire dhe me pas mundësi. Tash kjo sasia që zinë është, do të me përdorë që aty për që aty. Ato që thohen mundesh me i rujt. Ato që thohen po, munden edhe më rujt, ama këtë sasi kena me përdorë me njëherë. E qysh thohen linë, ta mësojmë edhe qatë? Po më varen, njën ato makinat që thohen, ose në ambjente dikun ku s'ka shumë pluhen, është vend i ertë edhe i thotë. Për që janë balkonet që janë nashtat mbulume që si ekspozohen prej... I lenë kështu si kur arshafin e kumlave. Po, munden edhe në furë, për që janë temperatura tolta gjatë natës milion, mi mbulu mirë me letër të kuzhinës, po më nëjë ka disa metoda, po është pak e... E pasaj ruajtje atyne?
Pastaj rujtat njëjtë si krejt tjerëzat e thotë, si krejt çdo sen që e thonë. Më thonë, i kena shfrytzu 3 mandarina. Okej, aty ke vendos... Kemi me shtu 1 shkop kanel. Okej. E këtë rast edhe ata që hojnë mandarina, mujnë me pi që qaj edhe me qëtë kanel e ullin atë indeksin. Okej, pra mirë. Brom, je biles mas mandarina. Ka shënë të hongra, 2 kila mandarina, po qajnë e kumpi. Masi e kemi këtu për shembull, nuk është e domosdoshme, po masive që kam shkupin e karanfilit, është antiseptik, për shembull zakonisht këto viruset shoqërohen edhe me për shembull me irritim të gojes ose mukozës ose edhe të fytit, e kjo ndikon tepër mirë te këto raste, s'është obligative me qit, po për shembull shumë e mirë edhe gjethe dafine, po mos ta komplikojmë ashtu që me buma. Mos t'ja hupim shijen mandarinës. Po. Më thonë, këto i zim për 10 minuta. Me një sasi të vogël të ujit. Po. Një gotë sa përsare. Në ndërkohë, tregom edhe një herë për çfarë ishte çaji që çaji është për imunitet, për antiinflamacion? Po, për ftohje, për grep, për persona që kanë probleme me fët, përgjithësi për detoksifikim, për shkak që përmbajnë bioflavonoide, levorja e mandarinës ndikon shumë mirë edhe për tretje, po kryesisht për ftohje edhe për grep, ndërkohë që jojmë mandarinat për shembull, e ndojmë lëvorën edhe bujmë shpejt një çaj, që mundet për shembull me shërby edhe të fëmijët edhe të rriturit edhe të më shumit kuptohet. Pa sheqer. Bila asnjëherë mirë është mos më vendos se e ka vetë shijen e mirë. Mandarina, karanfili, përveç të fëmijët ose për shembull nëse në gjendje gripoze, preferohet mjalt edhe limon, pse jo. Sa minuta duhet me zi? 10-15 minuta derisa të merr ngjyrë, më thënë të alçon mandarina me kone thot, normal ma shpejt. Bëhet po to deri në 15 minuta përsëri. Okej, po ndërprena derisa të bëhet edhe çaji edhe buka dhe kthehemi për pak. Dhe jemi prap bashk pas ca minutave që na pritëm, po jo spritet, na ju kthym juve shpejt. Milen çajit, po edhe pi vjen era shtëpis. Studio, se mu ka bo studio si shpitë në në punë. Era qaj mandarine, shumë e lezetshme. Mos universitim ka u plotësoj dëshirat, duken po goqe me qaja, e pëni. Kërkursuan ku ma e preka, pa ku vice kena ndru qojnë. Vice kena ndru qojnë. Okej, do të me kullu qojnë edhe... Prit vish pak të nëse nashta është mirë me ma një gotë që shihet ngjyra, se ka shumë rëndësi me u po ngjyra e shti qojit. Sa e bukur. Qëtë ma një qëtë gotë pak. Një qesim një lungë se përna ta. Po kërset gota, po na prishet servisi. Që na prishet servisi, tane. Ma mirat. Dhe më thonë, edhe në gjyren e mirë, po era mandarin që po i vjen ambientit. Edhe karanfili dhe kanela i ka njep një jerë shumë dhe qonë. Kanelën vetë që e di që është e shnetshme e konsumoj, për ndryshe heq nuk e pëlqej. Jo. Pas na ka më gëzu, Lena. Për vitri ka me t'i mbledh kretë momentet kër je gëzu. S'ka tjera, vetë së janë. Gjdo javë gëzohesh. S'ka tjera, vetë të gëzimit janë. Se kër e posh goten e klinikës gjermane, Lenë më kujtu, mandarina ka po ashtu benefite edhe për shëndetin e syve, sepse ka... Për shkak gjdo frut ose perim që ka ngjyrën e portokallët dhe kungulle, krejt këto përmbajnë beta-karoten që në trup shndrohet në vitaminën A, që ndikon direkt në shëndetin e syrit. Ta man motoja e klinikës gjermane. Do me thonë ju ka përshtat. Konsumoni produkte të cilat kanë përmbajtës të beta-karotenit, sepse ndikojnë pozitivisht në shëndetin e syve. Por, nëse keni nevojë për kontrolla rutinore ose çka dhe tjetër, e keni vetëm klinikën gjermane të syve, ajo që është vend ideal për shëndetin e syve tuaj. Në ndërkohë, se po du me provu që të goten ma elegante, që kjo gota është një ilaç në vete, sidomos në zonën e gripave që ta Lena. Ftohjes, sipas dëshirës, masi që ftohet është mjalt ose edhe limon. Apo ja vlej kam i gjujt levore të mandarina? Jo, valla gjëna. Biletash, adin se zakonisht kur t'i blej mandarinat, ta ma shumë kila po vinë me gjethe me levore se mandarina. A mu para prakisht, para se mi bo qojnë, para se mi pastru mandarinat mi. Më thëmë para se mi hongër, mi pastru mandarinat, ta shkur t'ja njës shte mi pastru njëherë. E tani me mendu që du t'me doj levore, ja njës me hongër ma pak, nuk janë 2 kilogram.
Veç pak lenë, se kam e vetë qatë GPT-n, se si jam të besu që punën, këto janë shnetshme o vla. Jonë të shnetshme, po me i edhe... konsumu 2 kg mandarina panal, kam e vetë qati. Mundi është shqiptarve. Pa i besu, nuk i besoj njerit pa qatit. Veç pak, kuadrilone, që po thot qatë GPT-a. Po thot këtë në regull është, ama nuk është dhe po barë këtë. Okej, po të besoj Lin. Jo me hangër shumë mandarina, o kry. Jo 2 kg mandarina. Veç 5 sopa mund si shta si ma të mdoj. Okej, po më duket edhe bukën që tash e kemi gati. A të ndimoj ata marron e Lin? Bën. A përshesh po të rajtoj më i sa mirë, ma mirë është që është atë zonë. Po të rajtoj, Karo ma mirë. po të ndihmoj, se gjithë janë ku Sara veçhan, Sara së ndihmon. Që, Sara? Këto le, se bukën e qisim atë tani. Këto le, okej. për. Se Shtu e këto qetë mija hom, Po, ma more fjallën. këto e që kena mundësi. As nuk prishen, as nuk djegen. Kama dorëzën tash, të Le, kena qa na me boni hek prej këtu qati. e. Me vetë qati na bën ma ngër bukën e A nëzete. bë ma ungër bukën e misrit. Kujdes po djegesh, Lin. O, qarë buke. Më thonë, është fantastike. A din, që kjo buka, di që shka dalë, si kur je vetë në shpe që s'ki mësafir që dalin sanet e mira, se kur të vinë mësafir, gjithë dishka dështon. Atë prishë dhe arën mi qitë krepa, diçka. A po jo fokusojnë, se po du me do, Që ama. e gjëna me e do, pa e shiju. Që, hajde vedrilon. Që. Pa, qarë buke, ja. Para me mranë tokë, Lin. Ta që mirë ka dalë edhe pse bjen tokës në adhimet. Qarë i rehan. Dhe që shpedia jam të zonon aty. Se nuk besojnë që është si pogacja. Më thanë është shumë Kujdes. lete. Ua. Edhe dohet. So në hanjeri ka është në zedë veç hajtë. E ta ma në pogacja dhe shia. Tam. Po sinqerisht, nuk po dallohet që është, për shkak të millit të Për bluar shkak të të millit misit. blume edhe soda e bukës i kanë diku. Fantastike. Shia është fantastike. Shko ti poshtë, pritna na pohojna me Lidhe pak me tofe, se mozë. dhe se ta krymë emisioni Me kjo mozë. pak tofe. Te për e Edhe sheshme. Recetën edhe njëherë e keni në fillim të intervistës, e gjeni në YouTube, në Facebook dhe Instagram e TikTok, po ashtu në faqet e Lenës me Lenën. Gjithkon Lena, se ka terror shfaqet. Në TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, ma pak jetu postu, po jetu postu. Gjithka, Lena i poston recetat, e të na, të familja ju, në keni këto recetat që i gatuim këto. Një super buk, e shpejt edhe e shishme dhe shneshme. Kur t'ju vinë mysafir kështu si pa plan, i në rënë me një buk pogacja dhe atë që do mozë. Apo me mos lupës, me mos lupës, që s'fundi e këm postu një recet, një salat me krem djath, që këm përgadit me qumë shlupës, me ujë djathit edhe djath, po kosa dush. Ani bëna prej Dobriqës, pra. Kosa dush, plot grako që punojnë, më zvaj gare. Atër mos harroni që jam ndrojmë edhe kërkesa. Zdo kërkes që e keni edhe bukën e bëjnë të shëndetshme. Edhe ushqimet, qka do që ju përshtate, shu kuzhinën e kemi. Po më të më thonë nona, prit ditë kryet gjërimit tani hanë. Son pres. Para se më ndo, po du edhe një recet, me ndo recet. Nuk është recet, por që t'i rrim vetit gati, shëndetit tonë. Kemi folur pak më herët me doktoreshën për kurkuminën turmerikin, është një prej melmesave me benefitet të mëdha shëndetësore, edhe mrapa këtu ju shkruajnë të gjitha benefitet për të gjitha ata të cilët kanë dhimbje të nyjeve, është po ashtu për imunitet, mund të përdoret kudo, në gjella, në çaj, në kafe, në qumsh, në ujë, por është e rëndësishme kur ta vendosni një lugë sasi, e vendosni jo për ta vluar me gjellën, me çajin, po masi që e keni të servuar, e vendosni në mënyrë që me e tjetërsu pak shijen, sepse jo çdo kush mundet me e pëlqy shijen, mjafton një lugë kështu në gotë. 2 sasi të tilla në ditë dhe rutina juaj e shëndetshme është fantastike, sepse turmeriki, kurkumina, shafrani, sido që i thoni, në brendin e natura terapis e ka ruajtur originalitetin pa i shtuar sheqer as asgjë. Thjesht merrni përfitime shëndetësore të tij.
ka shijet pranueshme. Kaq kishim për sa dashur mes që unë prej kësaj kuzhine, prej këtij ambienti, prej studios tonë të bukur, ju përshëndes. Lena, am ke vëzhgu. Qysh më ke shpionu se s'e di kemë. Faleminderit Lena. Apo bën mbylljen Lente. Hajt, kur s'ta kom lënë mbylljen. Çto ka dalë ta lë emisionin krejt. Tunglen, përshëndetje me shikues. Faleminderit që na ndesni, faleminderit që jeni gjithmonë me familjen tonë të madhe, për të gjitha informatat, për të gjitha këshillat edhe për të gjitha ato ide edhe krejt ato që na ofron Saranda për shumë vite, është kënaqësi edhe mos e humbesni as jo vetëm emisionin të diellave, po as edhe një reels që postohet sepse ndohet edhe shpërndohet me shumë precizitet prej stafit të Sarandës që i ka kështu. Të mirë. Faleminderit shumë që na ndesni në televizionin e gazetarëve. Mirëmbëjtje.